Nuk ka pozitë shtesë për alternativën nga takimi i mbrëmshëm në qeveri pavarësisht kortezisë fitores pas zgjedhore mes partnerëve të koalicionit, mësohet se për rehabilitimin e zëvendës kryeministrit Bekim Sali, partnerët duhet të bëjnë kombinime mes tyre dhe pozita të reja nuk ka. Nuk jepen zyrtarisht detaje nga takimi i mbrëmshëm, por ai ishte i pari kok më kok që nga koha e fushatës. I pyetur nga mediat, kryeministri nuk deshi të zbardhte informacione rreth takimit, i cili tha se takimi ishte në vazhdën e takimeve të rregullta mes partnerëve. Të jemi të durueshëm, shumë shpejt do të dihen. Po cilat ishin kërkesat nga partneri i koalicionit, çfarë propozime pati? Po të kisha diçka më shumë për të ndarë, që në pyetjen e parë do të jepja përgjigje, deklaroi kryeministri Kristian Mickoski. Lidhur me emrat që përfliteshin në portale të caktuara ditëve të fundit, edhe përfaqësuesi i Vlenit, ministri Besar Durmishi, mohoi kategorikisht lëvizjet e mundshme në të ardhmen. Nuk kam informacione për iniciativa të tilla për ndryshimin e resorëve, për shkarkim apo emërim. Nuk e di arsyen pse publikohen spekulime në Opinion, por ja që jetojmë në shtet demokratik, tha Besar Durmishi, ministër i ekonomisë. Qëndrimi i deritanishëm i qartë nga kryeministri lidhur me lëvizjet e brendshme në ekzekutiv ka qenë se së pari do të ketë plotësim të vendeve vakante dhe në një periudhë të mëvonshme pas kongresit të VMRO-s dhe festave të janarit mund të vijë koha e rekonstruimit të mundshëm të qeverisë. Kongresi i VMRO-s pritet të mbahet më 6 dhjetor.